xhamatli, jemi me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Jibrailit, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam I përgjigjej pyetjeve të Jibrailit drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga pyetjet e para që I bëri ishte çka është Islami, dhe u përgjigj pejgamberi alaihi salatu wasalam duke thënë: Islami është të dëshmosh la ilaha illallah dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Allahut, ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjërosh Ramazanin dhe të bësh haxhin nëse ke mundësi. Ne kemi folë për 4 shtyllat e para e tani kemi mbetë tek shtylla e 5. Dhe përmendëm një rezume se çka është haxhi dhe si duket haxhi dhe çka bëhet haxh. E tani do të përmendim me lenin Allahu te bareke ve teala disa prej dobive të cilat I nxjerrën dietarët nga ceremonia dhe adhurimi I haxhit. Përmendëm në hutbën e kaluar se haxhi është syreti, fotografia e plotë e Islamit. Në haxh bëhet krejt ajo çka synohet nga adhurimet e përditshme të cilat nuk I bën njeriu në haxh. Pra namazi, zekati, shahadeti, dhikri, krejta gjërat të cilat bëhen dhe lihen në haxh bëhen grumbull. Andaj haxhi është një miniatur, një fotografi e ngushtuar e ngjeshur e adhurimeve të jetës së njeriu. E çka nxjerrën dietar nga haxhi? Çfarë thanë? Prej tyre është se haxhi e realizon barazin. Haxhi e realizon vëllezërinë. Haxhi na kallzon se adhurimet janë veç pi Allahut. S'mundet me shpik dikush adhurime. Andaj e përmendëm tawafi, sa'i, gjuajtja e gurzive, kurbani, këtë këto me logjik s'kuptohen. Apo gjithashtu njoftimi. Apo na ka dhënë Allahu gjëra se aty do të njoftoheni. Gjithashtu Allahu gjëra e la mundësi tregtie. Kjo është për ekuilibrin e veprave. Prej dobive që dietarët I kanë nxjerrë nga haxhi, e që janë të shumta, është ajo që kanë thënë vazhdueshmëria në adhurime, e cila është shumë e rëndësishme në jetën e muslimanëve. Sidomos tani pasi që jemi nga fundi I muajit Shawal, pasi e lam Ramazanin. Shumë për njerëzve nuk e kuptojnë se adhurimi do vazhdueshmëri. Vazhd, rrjedh, zban me nal shtratin. E në haxh e kupton mas mirti. Taman ta krysh një punë, thonë ka dashur se shtash vjen kjo tjetra. Taman ta krysh atjetër, thonë ka dashur se shtosh kjo tjetra. Apo taman ta krysh edhe kur të festosh, kur të vjen Bajrami, ti ki me bë adhurime. Kush shkon haxhin din? Kush shkon haxhin din se në Bajram gjuhën gurzi 3 ditë. E kjo çka argumenton? Kanë thënë dietarët e dawam, mi bë davam adhurimit. Jo mundapi adhurimit. Haxhi është syreti më I qartë se Allahu xhelal e do davamin. E do davamin Allahu te bareke ve teala. Andaj në surën Al-Baqara kur e përmendi Allahu xhelal haxhin, çfarë tha? Dhe kur ta kryeni adhurimin, apo fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum aw ashad dhikra. Tha Allahu xhelal e kur ti kryeni ju ceremonitë e juve, çka duhet me bë? Duhet me përmend Allahu xhelal. Vazhdueshmëri në adhurime. Tjetra prej dobive të haxhit kanë thënë me mësue indibat. Çka është indibat? Të na I thojna dhabit, zabit. Dabt I thojnë kur ti frenosh për rregull. Frenosh shkaku I realizimit një rregulli. E haxhi ta mëson mas mirti se feja jon lip disiplinë. Ka da cila mëran, ku du të mu bë, në çfarë vakti du të mu bë, edhe ta mëson, çfarë ta mëson? Për pikshmërinë. Nuk mundesh me thonë për shembull ti, a pe bën ana tash që ta se më konvenoj ka mua e atë tjetër në shtinë ma vonë. Jo. Ti nuk mundesh me thonë, shkoj një në sejdë, ta kryj me sejdë mos anë të vijun në kam. Jo. Nuk mundesh me thonë ti unë ata xheroj Ramazanin kur është flllat. Jo, kur të vjen Ramazani. Andaj duhet muslimani më mësu për pikmëri. Njëri më thonë për shembull e kanë zakon apo njerëzit, valla nxat ku shkon në xhami. Po ti nuk mundesh me përcaktu. Nëse kena bën nxat. Apo e ka bë Allahu xhelala. Andaj kur munafikat than në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos dilni në luftë nxat, Allahu në surën Tauba zbriti një ajet. Çka tha? Qul naru jahannam. Thuaj zjarri i xhenemit ashaddu harra, ka vap më të madhe.
Me krahasu vapën e xhenemit me këtu na jena vllad. Vllad. Çfarë nxehti ja i nxat çka veç do djersh ti çet. Ama çfarë nxehti është ai i cili tamam çlohesh aty çkon drejtet e kocit, ta halokurën këtë. Andaj muslimani duhet me bë krahasime, bohu i përpikt. Mos vnot ti kushte, se të ka nudi kusht tjetër kushte. E në haxh ti e mëson se ti duhesh vetëm me zbatue. Ku duhet me vesh ihramin, ku duhet me shku me bë saf, me bë safën e Merwan, ku duhet me bë tavafin, ku është Arafati, ku është Muzdelife. Këtë këto i ka përcaktu Allahu Gjilvala dhe na i ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej dobive të haxhit, cila është mësimi me sistem. Mësimi me sistem. Shumë për njerëzve jetojnë kaotizmi. Këtë i shregullum është. Apo, e në fejë s'ka i shregullum. Sot bota e cila mundohet me drejtu dunjan, jo muslimanve, kanë venu rënd. Dhe ti nuk mund është mi au prish rëndin atërve. Ti nuk mund është mi thanë Gjermanit, unë e vi kur du në pun. A i thot këta, shko të shpja jote, flenë sa dush. Ama që tu ka rënd, këtu ka sistem. Ti as nuk mund është me hi për një derë që ka së tu ka caktu tyje. Si cili e ka derën e vetë. Ta vjapin karterën. A i qësojnë apo? Hin. E nëse këtë dunja ka rënd, anë fejës ka rënd, shumë për njëzve kuptojnë se feja, kur du unë e fali sabajnë, kur du e fali drekën, me dash s'fali na heq. Jo, kja është vështë të krija jote, të feja zotit jo. Ti nuk mund është ti me caktu fejën. Ti nuk mund është me dhanë, mu valla s'pon poshtatë që kjo. Unë e kur t'jam punën e s'falna, që shko mundësi. A ti, qish mund është ti, në punën tanet, në duqanin tanë ka ren, a mundet me dikush, ka rikën me ta livrit pi zyrës. Njani ka zyrën, një zyrët vogël, e ze palat ati. A mundet njani me thanë e di shka, gabim e ki qitë ka rikën, qitë e kënena. Që i thot a i zoti zyrës? Thot që i ndërum, si dush, rriq aty, se por ndryshë, unë e kum regullu këto. Po nëse ti pe një zyrët vogël e ki regullu. Rabbul Alemin e ka regullu universin, të ka kriju ti dhe të ka li padurime. Qish mund është ti minu kushte? Unë jam të punu ka thirë dreka, e kur thirë dreka ndalët ketë. Se si kur ti që zgudzon punëtori jotë me dalë kur dojë pi pune, as ti zgudzon mi dalë pi robnija Allahut, kur ti do. Zgudzon kur mi dalë? Kur thire aj, e haxhi ta mëson se feja është nidham, sistem. Qa do nënë sistem? Qëtash njënë me thonë, unë i kam dorena, ban qëtash baj haqë, s'munësh. Du të me ardita, du të hejgje. Po unë i kam do punë, së në ban haqë. Qiko, andaj gjithmonë sile me sistemin e kësaj bote. Sikur që së në ndronë sistemin e kësaj bote, s'munësh me ndru e sistemin e akiretit. Me shkutin në gjade, në autoban. Edhe me ato e kam në mënyrë administrative, se këtu s'ban me e drejtu për 120, disa 130. A mund është ti me shku me thonë, kush ka thonë be kështu? E heki une. E vnoj 180. Une musum ko venon 130. Ti e di shumë mirë se me zanë se ti e ke basin, ka penalti për këtë punë. Ma dje penaltit madhe se ki prish rejnin. Apo, edhe e meriton ki njeri qka e prish rejnin me undërshkue. Po qka thu njani shenjët e fejes, ati ja ka nëzirë një dreka, aja ka hek shenjën e ka vnu në punë jam. Kushtave ti në punë? Kushtave me ndru shenjën? Ti më puni e po ti mos e ndro shenjën. Ti për veti, apo ti mund është mu konë gjunaqar, mund është mu konë gabimtar, mund është me thonë e fali pak ma vonë. Po mos e ndro shenjën, leje shenjën aty. Allahu e kalon sabajnë në vakt, e kalon Ramazanin në vakt, e kalon zëqatin në vakt, e kalon haqin në vakt. Ti bane e ndrove shenjën, malkosh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i ndron shenjat e tokës, Allahu e malkon. Shenjat e tokës. Mi thonë njani, para se me hin qajir, se di udhën, a i thot kua be qajiri ti e qonë dikun tjetër, ka karposhi. Këmë se më ka thonë e ka malku Allahu këtë njeri, se ka të vju. A i thot qajiri jam të lip. Apo qka do kohë? Mirë, nëse me ndru shenjën e tokës të malkon Zoti, me ndru shenjën e fejes. Njani nga ki hupu udhën për me ardhë në shkup, këmë se më ka thonë i malkuara këtë njeri. Me ndru udhën për në gjenet, njani thot, ka be gjeneti, ti thu që tu, te tullat. Hish mos që daj qimentës, veç puno. Ja, gabe me ki. Jetë e mashtru Allahi, vallahi jetë e mashtru. Ka me të mërë Allah logari. A është pasaj djetara, hafëz, apo, po që jam munomi abo njëzve rafsh. Qka kena mi thonë Zotit? Qka kena mi thonë Allahu
Gjelle Gjelalu. Andaj, sistemin zgudzon kur kush me ndru. Allahu ka bo sistem. Sunës, as vaktin, as... Andaj shijat, pse nuk janë sunni, pse nuk janë rrug. Se haqin se bojnë sina. Kanë nua gje Kerbelajën. Edhe shkojnë bojnë tavaf ati. Një do të po, anë e për sina. Qysh për sina? Ka pri sistemin. Allah e kalon qapën, se kalon ata. Andaj, nëse pejgamberi me ka mallku me hek shenjën e rrugës, qysh sa e ka mallku me hek shenjën e fejes. E Allah u lexojnë surën Al-Baqara, çka i ka thonë atyre të cilët e ndrojnë shenjën e fejes. Apo, çka innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah. Ata çka e mshefin atë që e ka zbrit Allahu. Çka ju ndodh atyre? I mallkon Allahu. I mallkon Allahu dhe me laçet dhe njerëzit komplet. Kjo është prej mësimeve të haxhit. Edhe mësime tjera ka shumë. Prej mësimeve që i kanë dhënë dietarët është se në ahiret njeriu mësohet në diçka shumë e rëndësishme. Jeta do këtë e jeshilt e gjelbërt, zbavitse, arktuse. Ku shkon haqë, Allah në mësot me shku haqë, ja Rabbel Alemin. Haqë ta mëson një sen. Jeta s'ka ma ana pa adhurim. Dush më mësu pak jetën e vështirë. Ani se pse je princ, i hram ki me vesh. Ani pse je mbret, i hram ki me vesh. Ani pse ti je zotni të njerëzit, këtu je vesh një Rabbi Allahu Gjillu Ala. Andaj kur një ditë për ditëve Omar Khattabi pa disa njerëz ishin do më dhënë veshe, ishin ngjesh me vaje, kështu me radhë, ishin li, ishin ngjish, ka i thënë atëna. Omar Khattabi shka i tha, ja nas, o ju njerëz, i kshaushinu, tha, mësohën unë i pak me jetë të vrasht. Mësohën unë i pak me jetë të vrasht. Mësu mësohit me pomad, me vaj, apo ati zgudzami mungu kur gja, me ba mës mi pas këtë vija, kada. Në haqë nuk mundsohet kjo. Dikush të shkel çantën, dikush ta shkel. A diçka tanën, s'ki çka ban se këtu s'ke arë për çantën, ki këtu arë për Allahun xhallahu ala. Andaj jeta ki çështua, dikush ta zë udhën, kaloj Allah. Mësoj pak, s'munët ti ketë me t'i çu njerëzit për pikshmëri, apo? Se në këtë dunja na nuk kena arë këtu për me majt vijën, kena arë për me kalu testin. Ti nuk mundesh me shku në shkollë edhe me bë testin, ta japin testin, e ti më thon, këto bankat shumë bet vjetra ko kanë, kush ta betisin ato të vetë për bankat, bane testin. Ti e i thirr për me bë testin. E na kur se dina përgjigjen, çka thojna? Nxat koka. As ka klim kjo shkolla. S'ka na ki profesori se duane. Kitë që to janë që në jetën e kësaj bote na çka thojna? Nxat kana, mazuni udhën. Ti ke anë për këtë dunjë me kalu testin. E haxhi testi më i madh. Ta teston sabrin, ta teston njerëzillëkin, ta teston ftyrën, ta teston. Këti teston. E nëse e kalon me sukses, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, haqë i pranuar, shpërblimin e ka xhenetin. E adhurim i pranuar, jeta, me ba Allah i kabul. Qka të shpërblen, ta jep Allahu që xhenetin. E atje i ki këtë vi. Atje i ki këtë vi. Të janë disa për mësime, ka dhe mësime të tjera. E lusme Allahu që Allahu të na mundson me ba haqë. E atyre që do t'ja mundson Allahu t'ja letëson dhe t'ja van kabul.